Ditë e enjte zakonisht në Tetov njihet si ditë tregu. Banorët e Tetovës, por më shumë për edhe të rrethinës gjatë ditës së sotme, i gjen në Tetov, të cilët krahas blerjes së gjësendeve të nevojshme, po ashtu edhe sjellin gjallëri në qytet. Pothuajse kjo ditë ka ngelur si traditë e kamotshme për të dalur në treg. E veçantë e kësaj dite është edhe tregu afër teleferikut, respektivisht gjallërohet edhe lagja Qershie e Epërme, ku në popullatën më të gjerë njihet si pazari i grave, ku zakonisht familjet këtë treg e shfrytëzojnë për të blerë dhe veshje për ahengje të ndryshme familjare gjatë verës. Blerësit thonë se tashmë dukshëm kanë ndryshuar çmimet dhe janë shumë më të larta. Vesh kemi dalë qytetin valla se se dim për çmimet e la, s'dim asgjë. Shtrejta, për standardin këta va shumë shtrejt. Ne mendojmë gjithmonë, sa jemi gjallë ne mendojmë, po për të rregullau nuk ka shenja. Për të prish po, për të rregullau jo. Po shef çmimet kundra çfarë lipsh. Ka gjëna që janë lirë, po si mas qish duhet të jenë, janë shtrejt. Si mas ekonomi, si mas halleve që shikimi ne, janë shtrejt. Mirë po që ato janë. Njerët e drejtohet shteti, nuk ka kur gja mirë. Veç keqa të shku. Së më vajnë interesant të raci, se dine çmimet janë nalt. Unë kom ne të posh, unë e pjedje. I kam tesh, atane nuk i pëlqej bashkë. Për këto e di vetë. Por, nga ana tjetër shitësit ankojnë se çmimet janë të lira dhe nuk ka punë si në të kaluarën, po ashtu edhe mos rregullimi këtij tregu, siç duket ka bërë që shumë blerës tash të mos e frekuentojnë. Blerës ka plot, pare s'ka, për blerës ka pakas. Si ta për ashtë. Se duhet rregullohet? Po, për të rregullohet është bëhet merë, amon, mendojmë që s'ka rregullime. Presëm ne, amon, kështu si ka najs. Valla 3-4 muj, 1000%. A mund të bëhet merë. Mendojmë që të bëhet merë. Po normalisht ka lëvizje më shumë. Që kënë dalën këto me lullet, kënë dalën në zonën e jeshilo, kënë dojnë atë gjojat, kënë dojnë. Lagotë, gjojat, më ndrejshë është, ngrohat më shumë, më merë është. Ka pak. Hove. Po mendojmë që të rregullohet, ama kemi gjasë. Si çdo herë, çdo vjet. Po duhet me rregullu, po se s'ka populli pare. Këtë me zor shko. S'ka shumë dobët. S'ka qeveria e prun shumë krizë të madhe. Tash për tash u bën shumë keq. Çfarë shikoni? Shesim mjalt, shesim ilaçe kështu për çdo sent ka, për shpirt njeriu. Ama shumë dobët bles. S'ka njerëzit pare. Thoni se duhet rregullohet tregu. Po inshallah më do rregullohet, ma mirë të vije. Ama kështu në më zjetë besë. Sot shpenzime së një pagush, rrugën sot që vish. Të pyetish këtu çfarë ka shitur në të ndite, në asgjon. Të më pyetish edhe mua, asgjon. Nuk ka. Për para kishte shumë, tash për tash, jo. Blerës hiq. S'ka blerës, nuk ka populli pare. Koha ngro, njerëzit janë fto. Pare nuk ka niq. Veç këtu dhe e bere luft qytetare, dhe hajnë mish njoni për tjetri njerëzit. Dhe vije koha, hajqë dhe kese, dhe bojnë gjumë ata që ka s'kajnë t'ja morën me zort. Këtu kohën që ashtu e binë. Tregu për të rregullu, para duhet të rregullohet shteti, po të rregullohet tregu. Duhet kese minimal do kush tarta. Roga, a shqiptarët 100% jonë pa roga, pa non, pa bab. Nuk kajnë kërkon niq. Nuk kajnë saba kur ngrejet djerë. Pa pare, pa zhojsh në gjep. Asë një, pisa bëhet si në ardhë, ku gjithë s'kina bo. Këtë kina hupë. Tarë si janë ngro kohën? Hiq, për zotin s'ka kërgjo. Veç kina dalë, hupim kohën, të shake, pish saraj vajmë ne, s'ka këniste. S'ka dhe bëhet. Ku gjë rregulloje? Do të rregulloje dhe kush? Dhe çka rregulloje? A shak, s'ka asë një njeri këta. S'ka asë një njeri. Çfarë shikoni? Që, këtë tonë që kjo. Ama pisa bëjt kur gjithë s'këna bo. Vesh që kina bu të shake, valla.
Pi Sarajevajmë, paguaj patarina, paguaj benzin. Ta të tjetë këti paguajmë. Me fitau kërgjo. Hiq s'ka në pare. Pajsën, ilonë, shkojnë. Që as taksi nuk kom pare ta pagoj si dalë qëtaj. Piktau si më shesësh nuk je taksi. Vajndulia e lipën të iski e tapësh, mora pi gjepi tapësh. Ma pak 130 miljard do tapësh shpenzimi këta unë. Që pa i pitau hiq ato do të japësh. Po i pagojnë, muj për muj i pagojnë. Për javë apëm ka 10 miljard në marën dulej, bërlok, kujdinë. Bërlok e pa ashtë është ai. E në ato duhet marën në njëse. Mendoni se duhet rregullohet këtë? Po duhet se rrjedhën këtë kur bie shaj. Rrjedhën kur bie shaj. Duhet të rregullohen për s'ka në herë rregullim. Po ju vetë shiqoni se shumë puna ka ra. Edhe në pazar ku kemi bërë, ndoshta ka 1.000 euro në pazar, tash mund të i bëjmë edhe 5 euro, 10 euro. Të me thënë njerëzit jenë të preokupum nga ngjarja që bëhet, shtaj për shembull ta gjen në parlament, ose ndoshta frigën pakës, mos harxojnë. Edhe është problem tash kjo. Kjo apo problem për popullin. Nëse kështu vazhdon, diçka do të ndërmerret. Fundit ndodh kjo apo edhe më parë? Kjo ka fillu pak më parë, ma tash në kohët e fundit është tepër. Është, si thonë katundarët, fukarallëk i madh. E si do të shkojmë atë që nuk e di. Mirëpo tradita e frekuentimit të këtij tregu në Tetov gjatë ditës së enjte gjithnjë shkon duke u zbehur dhe ka shumë pak vizitor. Ky është tregu që në popullatën më të gjerë të Tetovës njihet si pazari i grave. Çdo të enjte në këtë vend kanë ardhur me qindra qytetar për të blerë diçka, por siç e shihni edhe vetë, tregu i grave në këtë vend kohëve të fundit është bosh. Tashmë qytetarët kanë ngelur vetëm me kujtimet nga e kaluara për ditën e enjte si ditë të tregu. Pasi që koha ka ndryshuar, epoka e modernizimit e ka bërë të vetën dhe më shumë qytetarët preferojnë qendra tregtare se sa tregun klasik.